Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallxo për një me. Investime me vlera milionëshe në komunën e Prishtinës janë bloku për shkak se ndodhen përreth edhe në zonën e mbrojtur historike. Komuna po pretendon që ka të drejtë me ndërtu. Në ndërkohë, gjatë javës gjykata e Prishtinës ka nxjerrë një vendim me të cilin i ka dhënë të drejtë Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore. Tenderi për 18 milion euro për rrugën George Bush, që është katedralja e Prishtinës, tash është i bllokuar, ndërsa mbi logjikën e këtij vendimi zona tjera të bllokuara nuk të zhbllokohen me vendime të gjykatave. Cila do t'jetë rruga që vazhdohet tutje në këtë proces dhe a ka zgjidhje kompromisi mes këtyre dy institucioneve është tema e debatit të sotëm që do ta zhvillojmë me panelistët si Sokol Havolli, që është drejtor i infrastrukturës në Prishtinë, Gjejlane Hoxha, inxhiniere e arkitekturës e specializuar në mbrojtje dhe konservim, ish shefe e Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore, Shkëlqim Jakupi, avokat që ka punu 15 vjetë në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe është njohës i legjislacionit komunal, edhe Kreshnik Gashi nga Kallxo.com, që është jurist edhe udhëheqës i ekipit të juristave në Kallxo.com. Jemi të qartë në fillim, për me debatu për këtë temë, ne kemi ftu edhe Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve, IKMM-n, edhe Ministrinë e Kulturës, po ata nuk kanë pranuar me ardhur në debat. Para se me nis, megjithatë, kur e kemi planifikuar këtë debat, nuk e kemi ditë për një ngjarje që ka ndodhur mbrëm në komunën e Prishtinës, që është zjarri që ka ndodhur në lagjen Kalabria, shkurtimisht, po me pyet Kreshnikun i cili ka qenë mbrëm në deri vonë në çet vend. Kreshnik, çush është menaxhuar kjo situatë? Atëherë, po e kthejmë te kjo pjesë jeta dhe po du me ngrit fillimisht shqetësimin e parë që në Kosovë kemi mira objekte kolektive, të cilat janë të ndërtuar jashtë standardeve dhe janë njerëzit të jetojnë në të pa pranim teknik të objektit. Pra, po flasim për objekte ku jetojnë qindra mira njerëz, të cilat nuk e kanë vlerësimin dhe pranimin teknik prej autoriteteve shtetërore. Këto janë objekte të cilat janë pa pranim teknik dhe në to jetojnë njerëz për ma shumë se 15 vjetë prej kohës kur janë ndërtu. Megjithatë, Kreshnik, edhe pa pranime teknike mundet me ndodhë zjarri. Ka ndodhur një zjarr i cili e ka djeg pothuajse krejt katin e sipërm të objektit, ndërsa prej asaj që mundet më pa këtu është që hapësira e operimit të zjarrfikseve dhe hapësira e menaxhimit të situatës ka qenë problematike për shkak se në zonën përreth ka uzurpime, ka gjemba, ka rrethoja të cilat pamundësojnë ndërhyrjen e sigurt të ekipeve emergjente. Pra, po flasim për një situatë ku uzurpimet ose shtrirjet e lokaleve, të kafeterive, të objekteve tjera përreth objekteve banesore, po e pamundësojnë ndërhyrjen e zjarrfikseve qysh edhe Kadal, a pa që si pengesa dje për kamionin e zjarrfiksave? Edhe këtu është dashur me bllokuar rruga komplet për me mujt me operu zjarrfiksit, është dashur në një zonë është e paqashme me ofru zjarrfikset objektit për shkak se ka rrethoja, ka terasat e cilat janë vendosur prej njerëzve të tjerë. Pra, ajo çka po du me thonë këtu është që problemin fillestar e kemi, që si shtet po tolerojmë që njerëzit me jetu në objekte kolektive të cilat nuk kanë pranim teknik dhe nuk e kanë certifikatën e sigurisë që ato mund me jetu njerëzin to. Edhe e dyta, hapësirat të cilat duhet me qenë përreth objekteve të tilla kryesisht janë të uzurpuar dhe janë të ndërtuar jashtë standardeve për membrime garantu ndërhyrje emergjente. Pra, ajo çka po du me ngrit këtu është që është fati mirë që nuk kemi viktima ende, mirë po nuk ka më na shku gjatë në këto situata, nuk ka më na shku gjatë në këtë kaos të cilën e kemi, nuk ka më na shku gjatë në këtë pasiguri të cilën e kemi në këto objekte, edhe në objektet e ndërtuara pas luftës, po edhe në mbi ndërtimet të cilat janë anën ban Kosovës, të cilat janë ndërtuar pas standarde, të cilat nuk po shohim që ka një tendencë për me mri me standardizuar. Kur po thu nuk ka viktima, të vdekun s'ka, por zjarrfiksat janë lëndu. Ka pas njerëz që janë asfiksu prej tymit, por ka pas dërgime të njerëzve në këtë punë. Po ajo çka shihet qartë është që thjesht objektet janë ndërtuar pa pranim teknik. E shkaku i zjarrit? Shkaku i zjarrit është një avari e dikujt prej banorëve aty, mirë po problemi është që
ndërhyrja zjarr fiksëve është shumë e vështirë dhe shumë problematike për me mbri këto katet e nalta. Pra edhe këtu e shohim këtë pajisjen e re që e ka ble komuna, po e shohim gjithçysh ato që e kemi thonë vazhdimsi. Shumë interesante, du me shty diçka, shkollët emergjente, a kesh që ndërtesë? Jo, nuk ka shkollë emergjente, nuk ka hapësira për evakuim, po ashtu edhe kjo pajisja e zjarr fiksëve të cilën e kam blet ashtë komuna e Prishtinës mrinte vetëm deri në katin e 8, pra ishte pamundur zjarr fiksë me hedh ujë mbi katin e kësaj banese, u përdorën metoda alternative, me dal pi banesës tjetër me gjujt ujë në anën tjetër, po ke bukur betej shumë e madhe. Ka nis në ora 7:30 nëse nuk gaboj dhe dikon rreth orës 2 natës është mrri me nal zjarri prej. Sokol, unë nuk të kom thirr për këtë punë, po megjithatë ka ndodhur mas ftesës që ta kemi bë, nuk të kom thirr për zjarr, po qysh e ke pa reagimin e komunës në qësi rasti, kur s'keni pas rast hala me i testu që to mjetet të reja që i keni ble, qysh e menaxhut? Fakt, muj pak ma në termat përgjithshëm me komentu këtë, veç se kom pa që edhe kryetari Rama drejt për zdrejti ka qenë për afër të e përcjell edhe reagimin e zjarr fiksëve edhe gjitha njësive të emergjencave, përfshi edhe drejtorin e emergjencave, pra përgjatë kësaj periudhe, përveç se është investu në mekanizma tjerë që e reduktojnë rrezikshmërinë në vend, qoftë në objekte, qoftë në parqe të ndryshme, qoftë në çfarëdo forme të reagimit në ndonjë vërshim eventuale kështu me radhë. Pra, synimi gjithmonë ka qenë që të rritet siguria në kryeqytet. Edhe përmes investimeve, kryetari Rama ka arritë që t'i përmirësoj kushtet edhe për institucione tjera kur kanë nevojë për reagim. Ti drejtori infrastrukturës si vjet, nuk muj me të majtë përgjithësi për ndërtesat që janë marru moti, po du me të pyet a ka na ndrem sa i përket kërkesës, si drejtori infrastrukturës sot a je i vetëdijshëm kur ndërtohen ndërtesa të reja që plot janë të ndërtu në Prishtinë, apo i lypni shkollët emergjente, apo i lypni këto standarde që na e dim që janë pasojë jo bon kesh të kaluamën. A ka na ndrim? Nuk mundem me komentu shumë në detale, për gjithsesi, sepse i takon fushës urbanizmit, dhënia e lejeve të ndërtimit, po jam 100% e sigurt që drejtori i urbanizmit është të e bën një punë të mrekullueshme, përfshi edhe në përshpejtimin e asaj që ka ngriti Kreshniku në pranimin teknik të objekteve. Pra, e kemi pas një situatë ku pranimi teknik ka qenë një proces shumë i ngadalshëm, ndërsa tash është përshpejtuar në masë të dukshme që nëmë kupton se në momentin që kryet pranimi teknik, gjitha këto elementet edhe të përbërjes objektit, edhe të sigurisë, edhe gjitha mekanizmat e funksionimit të një objekti janë në vend. Mirë po, prapë du të ritheksoj që e kemi një përshpejtim teje të madh të pranimit teknik që përveç aspektit të sigurisë ka edhe shumë implikime tjera edhe në aspektin e ekonomisë, sepse objekti bëhet valid për qytetarët edhe ta kenë edhe simbolishmëri financiare. Veç për me mundur lidhë këtu jeta, është e domosdoshme që në Prishtinë me unis pastrimi i hapësirave publike për rreth objekteve kolektive. Pra, ka qatë shumë uzurpime, ka qatë shumë barjerat të cilat janë vendos aty, të cilat pa mundsojnë me u zhvillu një operacion normal i zjarr fiksëve. Kur po flasim për barjera, janë marketet. Nuk ka market në Prishtinë se nuk i uzurpon një 4-5 metra trotuar për para. Me frigorifer, me një vazo, me një agregat. Po më duket se ti po kërkon vetdije qytetarëve vetvetiu me nis. Sepse s'komunët minet gati komuna kredi. Menoj që du të më ndërmarrë një operacion spastrimi. I standardizuar për krejt Prishtinën, për krejt Kosovën, ku nën kupton që nëse ki market, nuk mundesh me dalën me uzurpu dhe 50 metra për para. Çka nëse del sot nesër kreti qesin apet. Sot para inspektoratit i hekin, gojbet e krejt, nesër i vnojnë. Duhet me kuptu, gjobat ekzistojnë për këtë punë, ndërprerja veprimtarisë ndodh për këtë punë. Pra nuk mundesh ti me pas market edhe me vendos midis rrugës atë gojbën me bostona atje, edhe mi pengu zjarr fiksat ka të hynë mrena aty. Për shkak se ti e ki marketin 40 metra katror, por nuk mundesh edhe 50 metra katror hapësirë publike me nxon. E me qenat aty me thonë që natë ka qenë si kena pas për para. A është vërtet që i kanë pas? Në Prishtinë i shohim këto uzurpime, i shohim këto hapësira të cilat pa mundsojnë lëvizjen normale të institucioneve të sigurisë në këtë rast. Sokoli po do të thonë diçka në këtë? A mundeni mi hek? Në fakt veç ka filluar një aksion, në fakt ka qenë aksion i vazhdueshëm dorën zemër. Prej inspeksionit komunës Prishtinës, prej drejtorit Brestov, si tashmë lagja Dardania, shumë prej këtyne rrethojave të metalta janë largu, shumë prej
frigoriferve të kiosëve. Ekspologje të reja është ma problematike, që pas luft. Tash kjo punë fillon prej qendrës qytetit edhe shkon në zgjerim e sipër, pikërisht këtë që po e thotë Kreshniku, ka pas vazhdimisht aksione dhe ato vazhdojnë në bazë ditore për lirimin e hapësira publike. E vërtet është që ka vështirësi, sepse sot lirohet ndodh mas disa ditëve dikush prapë tenton e kështu me radhë, po është mekanizmi i gjobës i cili e kryen. Okej, unë po du me u kthy te tema për cilën i kam ftu mysafirt, e që është bllokimi i projekteve të komunës së Prishtinës që ka ndodhur tash me vendim gjykate. Shkëlqim masit kemi avokat, jurist, edhe njëri që ki punu në Ministritë Pushtetit Lokal, qysh e ke po vendimin që ka dalë këtë javë i gjykatës që jep drejt inspektoratit të Ministrisë së Kulturës në betejën me Prishtinën lidhur me Gjergj Bushin. Atëherë, Komuna e Prishtinës, bazuar në një leje ndërtimore, ka filluar punimet për ndërtimin e sheshit apo bulevardit Gjergj Bush. Ndërkohë, Ministria e Kulturës ka nxjerrë një vendim për ndërprerjen e atyne punimeve. Lidhur me këtë, Komuna e Prishtinës ka paraqit apo parashtruar ankesë pranë Komisionit për ankesa në Ministrinë e Kulturës. Komisioni për ankesa ka refuzuar ankesën e Komunës Prishtinës dhe Komuna e Prishtinës ka paraqit padi bashkë me kërkesë për ndërprerjen e ekzekutimit të vendimit të Komisionit të ankesave. Qa ka ndodhur këtu? Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative, ka nxjerrë një akt vendim me të cilën e ka hudhur poshtë si të palejuar padin dhe kërkesën për ndërprerjen e ekzekutimit të këtij vendimi. Pra, gjykata themelore në Prishtinë nuk është lëshuar fare në merita, në ata se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë. Mirë, po kanë nxjerrë konkluzione ligjore, qëndrimi juridike në bazë të cilave thekson që Komuna e Prishtinës nuk ka legitimitet aktiv. Thënë në aspektin e thjesht, gjykata ka konstatuar që komunat, këtë rast nuk e mbajnë vetëm me Komunën e Prishtinës, mirë po komunat nuk kanë drejt me i kundërshtu me padi me mbrojtje gjyqësore aktet e shkallës dytë, në këtë rast ministrive. Kjo për mendimin kjo për shkak se sipas gjykatës vendimit t'jemi qartë, jenë aty diskutu një vendim të shkallës parë, i cili nuk është ende i plot fuqishëm. Pra nuk është vendim përfundimtar dhe sipas këtij që ka thonë gjykata nuk ka të drejtë komuna në çështjen e trashëgimisë, a në të gjitha rastet. Gjykata ka thonë që lidhur me këta ka nxjerrë edhe një konstatim apo qëndrim juridik se ministria në këtë rast është organ epror i komunave. Duke pas parasysh Kushtetutën e Republikës Kosovës, Kartën Evropiane për Veçeverisje Lokale, konsiderojmë që ky vendim ka mohuar në mënyrë substancionale drejtën e komunave për mbrojtje gjyqësore juridike. A ka thonë është eprori i komunës në çështjet caktuara, a në krejt çështjet ka thonë që është? Tash gjykata nuk u lëshuan ata, gjykata ka marrë për bazë një vendim të Komisionit të Ankesave të Ministrisë Kulturës dhe padinë e Komunës Prishtinës. Dhe ka konsideruar që Ministria e Kulturës në këtë rast është organ epror, që për mendimin tim ky akt vendim në të dy rastet, edhe te mohimi i mbrojtjes gjyqësore të Komunës Prishtinës, këtë rast komunave të Republikës Kosovës, por edhe te konstatimi se Ministria është organ epror i komunës, janë qëndrime jo profesionale dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila ka marrë përsipër zbatimin e Kartës Evropiane për Veçeverisje Lokale, në 11 i Kartës Evropiane për Veçeverisje Lokale, në mënyrë decisive përcakton drejtën e autoriteteve lokale për mbrojtje gjyqësore. Nuk është e diskutueshme anas një shtet demokratik në botë e drejta e komunave për mbrojtje gjyqësore juridike. Prandaj ky do të përbënte një precedent jashtëzakonisht të rrezikshëm, le të themi, në përgjithësi për komunat e Republikës Kosovës. Ky vendim me patjetër, sipas mendimit tim, duhet kundërshtohet nga Komuna e Prishtinës për shkak se komunave u garantohet mbrojtja gjyqësore juridike dhe në radhë dytë për neve, për mua që ka shumë me rëndësi me diskutu dhe me theksu sot, komunat nuk janë eprore, ministrit nuk janë eprore të komunave. Në Republikën e Kosovës, me në sistemin kushtetues juridik janë përcaktuar vetëm 2 nivele të qeverisjes. Në Republikën e Kosovës ekziston niveli i qeverisjes qendrore dhe niveli i qeverisjes lokale. Komunat funksionojnë në bazë kushtetuesës dhe legjislacionit fuqi si nivel
autonom i qeverisjes lokale dhe nuk kanë organe eprore ministrit përkatës. Organe eprore të ministrive mund me qenë agjencionet e tyne, institutet e tyne dhe organe tjera varëse, për asnjëherë komuna. Okej, e veç ka aspekti juridik para se më pyet juve dyve, si jurist, çu sheshet vendim Krishnik? E para po e shoni fillimisht mungesë të kompetencës së deputetëve të Kosovës për me trajtu çështjen gjatë hartimit të ligjit për konfliktin administrativ, pra deputetët e pavëmendshëm, deputetët që nuk i lexojnë ligjet të cilat i miratojnë, të lejojnë edhe nevën e tilla në cilat ti e mohan ato që shkelqimi po e thot tu e shkruan ligj. Çfarë ne? Edhe ligji për konfliktin administrativ i cili është miratuar në vitin 2024, ja u mohon të drejtën institucioneve në hierarki më të ulta për me bo padin ndaj akteve administrative dhe shkruhet shprehimisht në këtë punë. Menoj që gjatë procesit të hartimit ligjit, deputet nuk kanë qenë të vëmendshëm, komunat nuk kanë qenë të vëmendshme për me ngrit zonën e vet për me kundërshtu këtë normativ ligjore e cila është hartu, dhe tash jemi duke i vujt pasojat e një norme e cila është e keq interpretueshme në aspektin e tillë. Nëse më lejohet. Shumë mirë e thaje në fund, keq interpretim. Legjislacioni për mendimin tim nuk është keq. Sa i përket vijës hierarkike të institucioneve të administratës shtetërore në Republikën e Kosovës, ekziston ligji për administratën publike shtetërore në Republikën e Kosovës. Në atë ligj, nëse i referohemi atij ligji, komunat nuk bojnë pjesë në hierarkinë e administratës shtetërore qendrore, pra të ministrive. Dispozita e ligjit për konfliktet administrative në këtë rast nuk vjen Por aktet e tyre i nështrohen kontrollit, aktet e komunat. Krejt botën, komunat i nështrohen rregullave shtetërore. Nëse lexojmë normën shkelqim, po shen, domethënë nuk thot organet administrative, po thot organet publike. Tash për sa ty normat ata obligon me të interpretuar. Ajo i referohet vetëm organit epror edhe organit vartës. Ne duhet me kuptu sistemi gjyqësor, sistemi publik në Kosovë duhet me kuptu. Komunat nuk janë organe vartëse të ministrive. Ministrit nuk janë organ epror të komunave, janë dy nivelet ndara të qeverisjes. E pse lypën leje Ministrit të Ambientit për me kry do punë? Në fakt në Republikën e Kosovës komunat kanë autoritet dallum prej shteteve tjera sa i përket ekzekutimit. Pse ju çojshin juve komunat kur ki punu ministrit qeveri ki punu, do të thonë, e komunat këti kanë qu vendimet këshyr a i kemi në bazë ligjit në i Shqyrtimi administrativ i akteve, patjetër. Shqyrtimi administrativ. Në sesion e pror t'jujt, kur ki punu në ministrit pushtetit lokal, pse ti çojshin çto kërkesa kur ki punu? Administrativ, gjithçka që është e përcaktuar me ligj, ti nënshtrohesh shqyrtimit administrativ që ishin nënshtrohen gjithë shtetet demokratike. E pra? Mbrojtja gjyqësore nuk mohohet. Fakti që ti i nënshtrohesh një shqyrtimi administrativ nuk do me thonë që ty të mohohet mbrojtja gjyqësore, sepse është kundër praktikës. Me kuptu elementet që është ndërtu ligji për trashëgimin kulturor dhe pse është ndërtu ai ligj, dhe pse derivan ai pakostatisarit dhe pse e lyp një mbikëqyrje të shtume në çështjen e trashëgimisë kulturore. Pra, ky ligj, edhe gjykata e përmend, trashëgimin kulturore nuk ja lën kompetencë me mbrojt komuna. Ja lën ministrisë. Pra, duhet me kuptu këtë punë. Komuna nuk ka kompetencë në zbatimin e këtij ligji, po ka ministria. Rrjedhimisht, kompetenca fizike nuk mbetet te komuna, po kalon te ministria për zbatimin e këtij. Për shkak pakostatisarit, për shkak se edhe kishave e patëm i patëm pajtu si shtet që kena mi anon ministrisë që të mbikëqyr. Me u pajtu që një mekanizëm rana ministrisë me mbikëqyr këtë ligj. Kjo nuk kupton, po duhem marr si shembull, sikur të çështja e policisë ose të autoritetet tjera, ku një ministri. Po drejtë më thon, veç me të kallzu Krishnik, edhe në botën perëndimore, edhe pa atisarin që kjo mbikëqyrja trashëgimisë bëhet me një organ shtetënor, nuk bëhet çdo komunë vetë. Duhet me kuptu me bo ndonë, nuk po e kuptoj çka po thotë shkelqimi që komuna ka kompetencat vetat në administrimin e menaxhimin e vet. Po kjo është një kompetencë e deleguar ekskluzive, e cila po shkon tash te ministria. Dhe ministria po e merr përgjegjësinë për me zbatu ligjin e vet. Apo sheti, po du me dalë te Xhelania apo abuzohet me çet fuqi që ju ka dhënë në Prishtinë, sepse Prishtina po menon që është ju bë tendencë specifike në kundër Prishtinës për shkak se qeveria e abuzimit dhe çështja e zbatimit të procedurave ligjore është diçka tjetër. Domethënë nëse na diskutojmë është i drejtë vendimi i institutit për mi blloku punimet, ai njeh gjitha procedurat, elementet tjera, kjo është çështje tjetër. Mirë po, proceduralisht ministria ka kompetencën.
Sepse ligji ka thonë që ki kompetencë me kontrollu zonat të cilat ti i cilësën si zonat mbrojtura. Dhe si rrjedhoi edhe gjykata i ka thonë në këtë drejtim. Për këtë arsye është dashur edhe leja ndërtimore me u bën pajtim. Për këtë arsye edhe gjykata ka thonë që tash jeni në një situatë ku puna duhet më kthym pikën 0 dhe duhet më nis procedurat prej fillimit për gjykata. Në këtë situatë. Nuk e besoj. Ky vendim i gjykatës sipas gjitha gjasave do të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje. Nuk ka mundësi në një shtet demokratik me u mohu mbrojtja gjyqësore komunave Krishnik. Na duhet mu nis për këtij parimi. Përveç kësaj, sa presim na vendimin e gjykatës e bëjmë një debat për konflikte administrative, tash i riu, lejon gjykatës në rast se ka shkelje procedurale, mos mi morë parasysh nëse nuk ka shkelje përmbajtësore dhe mi dhonë të drejtë në këtë rast komunës Prishtinës, eventualisht ministrisë. Me po interpretimin të cilën e ka dhonë gjykata. Gjykata nuk po thotë nuk kanë të drejtë për çështjet e veta me bu ankesa pa di, po thotë për çështjet e cilat janë kompetenca ekskluzive të një organi matnal. Është pak më problematike mu bu pa ditë në këtë drejtë. A bën me ndigju Gjelone, në Prishtinë kemi problem të cilën nuk e kena në Prizren. Ke qenë shefe inspektoratit të trashëgimisë kulturore edhe je eksperte e mbrojtjes dhe konzervimit. Pse me një vend ku kemi zonë historike si Prizreni, po mujnë mu bo intervenime, e qëtu në Prishtinë, ku e kemi shumë ma, me thonë kështu me ma pak monumente kulturore, kemi që si konflikti. Pse s'po mundët mu zgjidh? Veç ta bëjmë një dallim, se duhemi me e kuptu s'pari roli i Ministrisë Kulturës si organ kompetent që delegon ligji. Pikë se pari ligji i trashëgimisë kulturore nuk ka lidhje me pakon e Ahtisarit. Nuk ka lidhje. Absolut nuk ka lidhje. Ligji i trashëgimisë kulturore është hartu me ekspertë të Këshillit të Europës dhe sipas kornizës së standardeve ndërkombëtare, më të lartat. Ka mangësi në përkthime, ka mangësi shumë, po nuk ka lidhje me pakon e Ahtisarit. Kështiko ta që ka. Absolut. Derivat i pakon e Ahtisarit. Jo, nuk është ligji i trashëgimisë kulturore. Vital në kushtetutë dhe krejt ligji vitale janë pjesë e kompromisit. Ligji i trashëgimisë kulturore në Kosovë, botën, në Kosovë dhe në gjithë botën, është ligj vital i një shteti, përfshirë edhe në Amerikë. Nuk ka kompetencë niveli as i shteteve në Amerikë, përveç në interesi nacional është në kompetencën federale. Do më thonë, prej Amerikës, dhe kjo derivan prej standardeve ndërkombëtare, në përputhje me rëndësinë dhe interesin e trashëgimisë kulturore si element kryesor që derivan prej konventës, deklaratës ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Kjo deklaratë ndërkombëtare të drejtave të njeriut është pjesë e kushtetutës thonë dhe gjitha kushtetutave në gjithë botën. Prandaj, është ligj vital. Sa i përket këtij ligji vital, ky ligj ndërlidhet me dy ligje tjera, sa i përket ndërhyrjeve. Trashëgimia kulturore resurs territorial dhe direkt atakohet prej ndërhyrjeve. Ndërhyrjet me planifikime bëhen. Planifikimet e territorit dhe zhvillimet i nështrojnë ligjit të planifikimit hapësinor. Me pas ndërlidhet ligji i ndërtimit, i cili duke konsideru strukturën e administrimit të Kosovës, i ndan përgjithësit të drejtat dhe kompetencat ndërmjet pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. Gjelone, po du me dalë të Prishtina. Po du edhe unë mund dalë të Prishtina, sepse dalimin në mes të planifikimin komunë, në radhë parë është kompetencë komunave. Më dëgjoni, sepse juristët janë duke keq interpretu, nuk mundet juristi me interpretu diçka jashtë standardeve profesionale. Nuk mundet juristi pa ekspertin i cili e një standardin profesional të kësaj fushë që janë definuar në nivele ndërkombëtare. Ligji i Prizrenit, sa i përket Prizrenit, kemi një ligj për qendrën historike të Prizrenit. Ligji i qendrës historike të Prizrenit dallon prej trajtimit ligjor
sipas trashëgimisë kulturore. Do të thonë ajo është një ligj i veçantë që i A është edhe delegon më i rep? komunave. A është edhe më i rep I se- delegon komunave kompetenca çka ligji i trashëgimisë kulturore nuk ja delegon në asnjë nivel. Ka mëspërputhje, ka keq interpretime, ka ekspertiza edhe për këtë ligj. Megjithatë, vjen koha ku ai ligj duhet të riparohet, sepse ka defekte shumë të mëdha në lëshimin e lejeve dhe në planifikime. Po du me dalë të Megjithatë, çka sipas analizës tone është ndodhur në Prishtinë? Sipas Pse është ky konflikt? Jo pse don Ministria e Kulturës, po pse ja ka delegu në gjitha dokumentet këtij shteti ja kanë deleguar atë kompetencë. Ajo kompetencë ndahet me kompetencën në ushtrimin e detyrave. Ndahet ndërmjet Ministrisë Planifikimit Hapësinor, që është përgjegjëse për ligjin e planifikimit hapësinor dhe ligjin e ndërtimit. Dhe komunave. Sa i përket rastit konkret në Prishtinë, ligji i trashëgimisë kulturore i obligon Ministria e Kulturës, Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe komunat të bëjmë politikat e përbashkëta, quhen politike konservimit dhe zhvillimit për hapësiren e cila është përcaktuar me status aseti trashëgimisë kulturore në mbrojtje. Jo objekt, jo monument, ashtu siç po keq interpretohet. A ka ndonjë por rast me na hapësira. shpjeguti ku u bë politika e konservimit e përbashkët, se deri vonë ke qenë institucione qendrore të ministrisë. A jeni marrë vesh me komunë të Prishtinës për ndaj sen që me po nasi storje e suksesit e në George Bush me përfundu ndoshta me një zgjidhje kompromisi. A keni bo dikon zgjidhje që me mujt mu çbllokku që ky George Bushi si projekt? Pikërisht për qendrën historike të Prishtinës, është thonë buxheti prej Ministrisë Kulturës dhe është në finalizim dokumenti i cili siguron quhet studimi i fizibilitetit dhe plani i menaxhimit për konservim dhe zhvillim A tu marrë pjesë komuna veç vetë jeni të Absolut. Kanë marrë. Unë nuk kam qenë pjesë e procesit, vetë për shkak obligimeve tjera në inspektorat, por janë mbajtur takime në ndihmesen e UN Habitati, Ministria e Kulturës, Ministria e Planifikimit Hapësinor dhe komuna. Mirë po, shefja i KMM-s ka qenë në studio dhe ka thonë nuk është aprovu çaj dokument. Ai dokument është në zhvillim e sipër, është dokument shumë kompleks. Disa vjet. Është shumë kompleks, po ndëgjani, dokumentet kjo duhet me kuptu se Kosova nuk ka kuadër për procese të planifikimit të konservimit. Duhet me kuptu se me ka një terenin të limituara. Dhe eksperta? Qa me bo komuna? Pse me prit komuna? Pjesë e procesit, jo vetëm detyrohet ligjërisht, nuk i jepet të drejta. Po del si blokad, Gjejlani. Po del si blokad dhe se ti une, s'kom eksperta me bo studimin e fizibilitetit. Ekspertat me ekspertiza nga UN Habitati janë mbështet dhe është një finalizim e sipër procesi i këtij dokumenti i cili së shpejti. Ai është dokumenti që përcakton çka me këtë arterie kryesore. E çka me bo komuna tash? Gjejlani, çka me bo komuna? Derisa komuna ka qenë pjesë e procesit me gjithë drejtoret, planifikime, urbanizme dhe ekspertat të tjerë, aty ka qenë platforma ku desht të gjitha kërkesat dhe idet e komunës për projekte madhore me i vendos në atë dokument për me mujt me u koordinu rregullat e mbrojtjes, trashëgimisë kulturore dhe kërkesat. Ndërsa, as projekti i Bulevardi George Bush, as Agim Ramadanit, as projekti i Oazës në Arbri, nuk janë deklaru dhe absolut shtrohet pyetja, e pse nuk janë deklaru se aty ka gjenë zgjidhja. Studim, o bo para se me fitu që ky kryetar komune. Sikur. Apo Gjejlani, moti ja ka nisaj. Sikur tishin ky ka fillu fundi viti 2022. Më thonë, është në finalizim e sipër dhe afatet
kohore janë planifiku që do të zgjatë 3 vjetë. Ti po thu që këta Orbër Sadiku si drejtori urbanizmi që ka marrë pjesë, Jo në studim fizabilitetin nuk i ka shty për para projektet e komunës? Nuk janë të regjistrume, si kur t'ishin vendos. Nuk janë të Që nga i regjistrume? moment, nuk janë të dokumentume. Nështë ta Ministria s'ka dasht me i marë parasysh. Jo, më falë, s'ka pas rol Ministria, ato deklarohen dhe përpunohen. Dhe kur punohet një dokument i tillë strategjik për politika të konservimit dhe zhvillimit, miret prioriteti elaborohet dhe ecë përpara. E tash që po thu që ky studim, nëse studimi bëhet pa çto kërkesat komunës. Patjetër duhet mu integru, këto kërkesa duhet mu integru, komplet këto projekte duhet mu integru. Okej. Gjane, më falë veç pak, po du me një maje që tu mendimin e Sokolit, sepse lidhur me qëta. Jeta... Qa menon për vendimin mas pari që o marë? Më falni, gjithë që ka deklarova janë obligime ligjore të përcaktume, definume. Do më thonë, është bazë definume ligjore dhe standardet profesionale ndërkombëtare e kërkojnë këtë proces. Sokol, dashte pa dashte keni qëtë vendim. Tash, qka menon që duhet me qenë rruga për para për komunën? Duhet mu shtru ankesa në nivelin tjetër gjykatës, sepse në asnjë rrethon nuk ekziston në norma demokratike ku gjykata thëtë s'ki drejt mu anku për këtë çështje. Po ju keni drejt, s'ta ka heka drejt? Jo, ka legitimitetin aktiv të komunës e ka godit. Kështu që në këto rrethona... Keni me bo ankes? Absolutisht. Qka ndodhë teren? Në teren qka ka me ndodhë? Saj përket çështjes së terrenit, sepse diskutimet u zhvilluan si kur çdo veprim prej anës së ministrisë është marrë ashtu në mënyrën e saktë si kur që edhe thot ligji. Përfshi edhe studimin e fizibilitetit që i është referu, ku kanë qenë përfaqësues të komunës dhe ku i kanë reflektu disa prej projekteve, po disa prej cilave dhe nuk ka pas fare nevojë të inkorporohen, sepse sheshi Gjergj Bosh dhe sheshet për rreth janë dokument i planit zhvillimor komunal të vitit 2011-2012, nuk jam 100% e sigurt në cilën periudhë, mirë po ai është i dizajnuar si shesh që nga ajo kohë, prandaj ajo është dashur të inkorporohet sipas dokumentacionit komunal. Ndërsa ishulli urban është i prezantuar nga Orbër Sadiku, ish drejtori urbanizmit dhe tani drejtori i planifikimit. Mirë po, në këto rrethona, ne po flasim për një dokument i cili është në përgatitje sipër, apo jo? Përfundim. Në përfundim e sipër, dhe i cili nuk është i aprovuar, apo jo? A është i aprovuar? Më falni, të lutem. Kuptoni, më falni, mos abuzoni me termin aprovim. Jo, të lutem. Vetëm mos abuzoni me termin pyetja. Të flasim lidhur me këto dokumente që rregullon zhvillimin hapësinor. Të lutem. Të flasim me dokumente. Ne kemi një plan zhvillimor të aprovuar. I cili janë kundërshtim me ligjin e trashëgimisë kulturore dhe ligjin e planifikimit hapësinor. Ka përfundon Sokoli? Politika e konservimit dhe zhvillimit është një dokument jo statik. Kërkova. Ta përfundon, mandej e ki fjallën. Kërkova informacion. Kërkova informacion. A duhet aprovohet edhe prej komunës? Jo e një pale aprovimit. Natyrisht. është në finalizim e sipër, sipas agendës. Kjo është definuar për planin. Po tash lutem dëgjoj. E kemi një dokument, i cili është dokument fenomenal në shumë fusha dhe i cili ende nuk është i aprovuar. Fjala është për studimin e fizibilitetit të punuar me UN Habitat. Aprovuar. Pra, jemi në një situatë ku në bazë të këtij dokumenti, i cili ende nuk është i aprovuar, ende nuk është i finalizuar, ende është draft. Pra jemi të vizatu diçka, po ende nuk kemi pajtu gjitha palët, edhe ministria nuk është pajtu që këto janë kufit e zonave, kjo është kufiri qendrës historike dhe kjo është kufiri zonave. Që tu flen lepur i mirë që dole që tu, po du me nda me publik hartën për cilën po flet Sokoli, derisa po flet, ta shojmë hartën e zonës, këtë hartë i KMM-ja ka thonë që është hartë preliminare e zonës së Mbrojtër. Pra, këtë dokument është propozim dhe në bazë të një propozimi nuk mund të ndërmeren vendimet për ndërprerje të punimeve, mund të ndërmeren pas aprovimit. Por jo para aprovimit. Është hartë preliminare e aprovimit. Më falë, ekzistoni duhet unë të ndërhy, më falë jeta. Mos keq interpretojnë. Zotë Havolli nuk është ekspert i trashëgimisë kulturore, as nuk është ekspert i planifikimit urban. Ashkaj pak, ta përfundon, Gjejlone, veç pak ta përfundon, mandej e merë fjallën. Dokument nuk i definon kufit.
A shkojë Nuk i definohen, Liliane, vetëm pak, ta përfundon fjalin Sokoli, ta përfundon ti e merr fjalën. Procedurë tjetër. Na të jam me fol, ta përfundon fjalin, ta jap fjalën, vetëm pak. Pra, e kemi këtë hartën që e prezentuar ju para qytetarëve, i cili është dokument i pa aprovuar, është propozim. Dhe në bazë të një dokumenti të pa aprovuar, në bazë të një propozimi, institucionet përkatëse marrin vendim. Kjo hartë, pas 5 viteve, pas 7 viteve, mund të ketë nevojë të zgjerohet, ose të ndryshohet. Ose kolbesi, i kemi një listë të objekteve të monumenteve kulturore të mbrojtura. Nuk është veç kjo hartë. Tash po dalte e pjesa. cila është e aprovuar. Tash po dalte pjesa. Edhe që aty është vendi ku Ministria Inspektorati juve ju ka kap jo për këtë hartë, po ju ka kap të monumentet e RTK-s, të Grandi, që të ka thonë që jënë të mbrojtur. Gabim e ke këtu. Sepse ne kemi qëndru 50 metra sipas kërkesës së legjislacionit në fuqi, larg objektit të radio-televizionit të Prishtinës. Edhe të ka thonë aty ku je 50 metra larg, po no. Nuk është e vërtet, sepse e ka ndarë rrugën me gjysmë. E ka ndarë rrugën në gjysmë. Na, rrethojat e sheshit, i kemi pas 50 metra larg radio-televizionit të Prishtinës. Dhe e dënshiriti si është vendos në mes të shtyllave ndriçuese. Është kjo fakt. Edhe ato janë edhe 200, edhe 300 metra larg radio-televizionit të Prishtinës. Pra, nëse konstatimi i parë që kjo hartë ende nuk është e aprovuar, është propozim, mund të jetë propozimi më i mirë, nuk po e kontestoj, por në bazë të një dokumenti i cili nuk është i aprovuar, nuk mund të ndërhyhet. Gjykata ka vendosë. Gjykata ka vendosë kundër jush. E ka vendosë, duke thonë që s'ka drejt komuna mu anku, por nuk e ka trajtu këtë elementin që po thëmë çështjen themelore, pra për cilën ne jemi anku, nuk e ka trajtu fare. Po tash, pjesa e dytë. Sa i përket komunës, obligimet e komunës janë, dhe deri tash këtu bë diskutime thuti që Ministria çdo obligim të vetin e ka kryer në mënyrë të perfekte, por nuk është e tillë, sepse e para e punës, një aset, një objekt në mbrojtje kështu me radhë, kërkohet në bazë të legjislacionit që mos të publikohet si listë, por të publikohet vendimi për përfshirje në listë të përkohshme, pastaj në përmes Këshillit Kombëtar në listën e përhershme dhe të regjistrohet në katastër. Komuna planifikimet i bën prej regjistrit katastral. Pra, ne hymë në katastrin e Kosovës, sepse ligji e thot ashtu, ligji edhe i trashëgimisë kulturore thot. Edhe ata janë mbrapa me këtë proces. E kam pranuar që janë mbrapa me këtë proces. Është shumë e rëndësishme kjo. Nuk mundet me thonë, jo mbrapa po ti nali punimet, sepse na kemi ul me këshyr katastrin. Nuk kemi me shku me këshyr në arkivat e ministrisë që kanë bojnë atje në dollapat e tyne. Na kemi me bo plani, është publike lista e trashëgimisë. Po nuk është vendimi, sepse vendimi duhet me pasur... Po menon vendimi, është lista e objekteve të mbrojtura, me vullë ministrisë. Lista është element teknik. Vendimi e jep bazën vendim për aprovimin e listës, po supozojmë për asetet në mbrojtje të përkohshme, ku edhe i referohet bazës ligjore. Është vendim që çdo vit po ripërtrihet, e njëjta, objektet e mbrojtura. Problemi është kështu, çdo vendim duhet ta ketë bazën ligjore, në bazë cilës është nxjerrë ai vendim. Po ju si keni kontestuar çat listë të mbrojtjes? Po jo, nuk është kontestuar, e vërtet është, edhe nuk po dojna me kontestu. Po ajo listë nuk e ka pjesën e zonës mbrojtëse. Nuk e ka pjesën e zonës mbrojtëse. Në pali se u stërzgjat, se po keq informohet opinioni. Jo, falë. Vetëm pak Sokoli, edhe një minutë të e fjallën. Zoti Havoli, sa i tavoline, sepse është me shumë gabime të u folë. Tash e ke fjallën, veç përfundoj pjesën tonë, Sokoli? Nuk ki nevoj mu më më dhonë mësim, sqaroje për publikun, kështu që... E kom për mandat, mision, jetësor. Edhe une ato, e kam jam edhe profesor, edhe me profesion, edhe doktor i shkencave, jam për ato... Ta ndigjoj një tjetrin dhe i fund të ta kërfush po flasim. Asni rrethon në raport me juve. Kështu që, Ministria nuk mundet me thonë kam bet mrapa, po edhe si kur të ketë mbet mrapa, krejt në regull letjet, po him po e shqyrtojmë listën. Në qëtë pjesë, po e gjejmë edhe Radio Prishtinën, edhe Grandin, po supozojmë që në rregull është edhe ajo pjesë. Neve nuk jemi të penguar të punojmë në zonën të ashtu quajtur mbrojtëse, e cila nuk është pjesë e kësaj liste. Dhe nuk është
Pra, po ndalohemi në dokumentacionet të pa Më falë, shtëshim Gjelonja, po përloha me folë. Po fred Gjelonja. Nëse Përfundoje, ligje thot që duhet të publikohet në gazetën zyrtare, publikoje në gazetën zyrtare. Nëse ligje thot, je i obliguar ta regjistrosh në katastër lokal dhe qendror, e ka një arsye mbrapa. Dhe arsyeja mbrapa është që ne si komuna ta shohim, sepse nesër mund të ketë edhe prej palëve private leje, kërkesa për leje. Edhe ne duhet ta shohim në katastër, a e japim lejen, a nuk e japim lejen. A din çfarë? Veç edhe një detaj. Ke një numër specifik në listë, nuk e di numrin sakt, 5069, 6069, nuk jemi sigurt, ku është e mbrojtun edhe një trafo e rrymës. Edhe unë kom dalë me këshyrë, kom lyp ku është ajo trafo e rrymës. Zero informacion, ti në bazë listës, mund është me gjithë se ku është ajo objekt. Pra ndaj duhet ai mu regjistru në katastër. Se pse mujti biblioteka kombëtare mu regjistru në katastër, e nuk mujti Radio Prishtina. Faleminderit, nuk janë të regjistru me katastër, është e vërtet edhe qëtë mangësi e ka evidentu edhe drejtoresha i KMM-s që ka. Në momentin kur diçka nuk është të regjistruar në regjistra publik, ajo është inekzistente. Ama, çka është regjistër publik për ty, Krishnik? Se ata thojnë lista që e kena qitë ministria është listë. Jo, kadastri është regjistri kadastër, po lista kadastri është regjistri publik. E po tash. Na nuk mujna me shit pronën nëse nuk e kemi në kadastër. E pse s'po regjistron? A kanë probleme profesore? Nuk e di çka ka bo ministria atje pse se ka regjistru. Po, ligji e një regjistër publik kadastrin. Ti mundesh me pas çka dush në website tonin. Me thonë që kjo është e jamja. Po i vetmi dokument që të kallëzon që është e jotja, është kadastri. Komuna, sot mundet me thonë gjyqja e Prishtinës është namën të komunës Prishtinës. I vetmi dokument që to objektet mbrojtura s'janë të regjistruar me kadastër? Duhet me u regjistru në kadastër. Apo ta merr një Hallinë se doni përgjigje historisë së zhvillimit zbatimit të çmërisë. Por me tregu se ka kjo një monument të tillë, nëse është obligimi mu regjistru në dokument publik, që është kadastri, pra i vetmi, atëherë ai duhet me qenë atje. Një që na gjithë tjetë me e pa. Edhe e drejta për me qeverisat pronë, për Ministrinë e Kulturës ose për institutin, vjen në momentin kur regjistrohet në kadastër. Në momentin kur ai nuk është regjistruar. Sukoli e mur shembull trafën, po me siguri ndërtesa e Radio Kosovës është grandi është në kadastër. Jo, në kadastër janë si grand në pronësitë AKP-s, po jo në kadastër si të mbrojtura. Si të mbrojtura, sepse ajo është kategorizimi i veçantë. Kategorizimi i veçantë. Nuk janë. Nuk janë. Okej, pse nuk janë Gjelane? Si rrjedhojmë mungesës të që është biblioteka kombëtare. Ti e ke shpërndër drejtës. Ose ka status të mbrojtjes së përhershme dhe i ka vendosur rishke. M'falni. Po përmendet termi ligji. Përmendet termi ligji trashëgimisë kulturore dhe zbatimi i tij. E dini çka ka ndodhur me zbatimin e ligjit trashëgimisë kulturore? Prej kur ka hyrë në fuqi, dhe me u përmbush detyrimet ligjore, për me mujt me u regjistru atje, ekziston një inventar i trashëgimisë kulturore, ku i ka 60 të dhënuna. Dhe aseti i trashëgimisë kulturore klasifikohet në kategori ligjore, arkitekturore, arkeologjike, është shumë komplekse, dhe trashëgimia arkitekturore ndahet në kategori monument, grup që s'po du me lodh publikun, dhe secili ndërtim i cili klasifikohet trashëgimi arkitekturore apo arkeologjike përcaktohet me 2 kufi zyrtar, që janë kufi demarkues, njëjtë sikur me demarku kufirin e shtetit. Dhe ka hapësirën përkatëse. Kur vendoset, spari vendoset në inventarin e trashëgimisë kulturore. Nga inventari, nëse duam të bazohem në ligj dhe metodik, standarde profesionale, nga aty përzgjedhet aseti për mu procedu për mbrojtje. Ligjërisht, në për organe dhe procedura për me mri deri te shpallje në gazetë zyrtare dhe katastër. E pse sobo? Ministria është përgjegjëse për çfarë? Dgjani, në vitin 2006, fund vitin 2006 është miratu ligji i trashëgimisë kulturore. Në vitin 2007 është themelu Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore dhe është funksionalizu tek në vitin 2010, domethënë me vite vonesë. Nëse në 2010 të buhe, na jemi në 2025 nuk e regjistru në kadastër. Dhe kur Këshilli i Kosovës është aktivizu dhe me i adresu këto kompletimi i dosjeve komplekse për secilin aset që procedohet për mbrojtje me kufi, me definimin e rëndësisë, definimin e karakteristikave, regjimin e mbrojtjes, në Ministrinë të Kulturës
ka fillu sabotazha kundër krejt proceseve që i kërkon ligji. Ministri ka fillu. Në Ministrinë e Kulturës nga viti 2010 dhe në vend që mu ullë e me zbatu ligjshmërinë, janë nisë procedurat për ndryshimin e ligjit të trashëgimisë kulturore, leni njëherë se ligji jo gabim. Dhe kjo ka zgjat me dekada. Në momentin kur hera e fundit ka qenë kujtim shala, kanë bo një draft ligj, i fundit ka qenë e kanë qu në Kuvend të Kosovës dhe ju ka ardhur kritika tepër e rëndësishme që e keni gabim. Mos të flasim që ndryshimi i ligjit trashëgimisë kulturore ka dhe implikime tjera se kërkon një procedurë. Si rezultat, nuk i kemi në kadastër të ndërtesa. Kjo praktikisht deri në vitin 2018-19, tendencat kanë qenë me ndryshu ligjin, spikrim detyrat. Planet zhvillimore komunale jam punu në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Nuk ja lejon ligji. Me ardhjen e ministrit Çeku, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ka sensibilizu këtë problem. Ti ke qenë shef e inspektoratit? Unë kom qenë inspektore nga viti 2020, e kemi sensibilizu këtë problem dhe me ardhjen e ministrit Çeku, jo si minister, po si person i cili kupton nga trashëgimia kulturore dhe është hartu një politik për mi hi me i përgadit dokumentet e demarkimit me kufi. Dhe ai është ballafaqu me faktin që ka mungu një akt nënligjor që i definon këto procese dhe këto procese janë definu në vitin 2022 me ndimin e një eksperte nga Amerika dhe kur ka fillu procesi mu zbatu, kemi hast në probleme të limitive të njohurive në institucione kompetente. Prandaj, kjo ka historinë e vetë. Një çështje dua ta theksoj. Edhe një minutë. Juriste. Për zotin Avolli dhe për juriste, dua ta theksoj. Më falni. Lutem vetëm për publikun, vetëm për formim profesional. Mos ke nevojë. Unë i kam detyrat e mia. Trashëgimia kulturore, trashëgimia mbrojtja e trashëgimisë kulturore është detyrim i shtetit. Absolutisht. Edhe i si qytetar. Për caktimin i kufive. Atë nuk ke kontestat askush. Problemi jemi në që tavolin. Është i përbashkët. Nuk muna me mbrojt diçka që se kena regjistru dhe që kena caktu kuj ka. Me gjithate, egziston vetëmi Ministrisë Kulturës. Jo Ministrisë Kulturës që edhe diçka të paregjistrume. Unë nuk e mora rasisht. Nuk e mora rasisht. Shteti punon me supozime, shteti punon me letra, shteti punon me procedura. Mirë dhe ka vendim Ministrisë, është lista e objekteve të mbrojtura. Edhe në regjistru. Nuk e mora rasisht, veç t'lut na veç të. Vendime nuk ka individualisht. Nuk e mora shembullin rasisht të një trafoje. Që ekziston sot thot trafoj rrymës dhe kjo është numri. Ku me ditë, dikush ku gjendet ajo? E gjojmë. Është institucioni ku drejtoheni. Për me ditë me gjetë është... Edhe sikur këto... Planimi e ka lypë fjallë tash. Nuk është institucioni. Ligji i planifikimit hapësinor urdhënon komunat për në merasin e hartimit, merasin e hartimit të planeve zhvillimore komunale, në fakt, Shtu e gjejnë institucioni. Se do të me kuptu dhe këtë një element tjetër. Ligji e urdhënon komunen. Procesi regjistrimit në katastër është proces juridik në cilin ti aplikon për regjistrim, regjistrohet, palët e paknaqura kanë të drejtë me u anku ndaj vendimeve. Nuk është faza e fundit vendosja në listën e trashëgimisë kulturore, regjistrimi ligjor. Derisa të bëhet nuk mundesh ti me thonë si janë të mbrojtura. Jo, mundesh me thonë. Deri në momentin e regjistrimit katastër. Këto janë vetëm letra. Ki ligji për trashëgiminë kulturore. Jeri na ka folur. Hapësinor e urdhënon për shtet juridik. Vetëm letra këshin se gjykata në këtë rast ka vendosur. Jo, gjykata nuk u marr me trajtimin e çështës. Nuk është marrë me trajtimin e çështës gjykata. Po të merre gjykata. Është shumë në rëndësi me ditën, me pas parasysh. Të shpjegoj një element shumë të rëndësishëm. Kena vendos, si shtet, që pronat dhe obligimet që dalin ndaj pronave, të gjitha me qenë të regjistruar në katastër. Edhe mbrojtja, edhe pronësia, edhe hipoteka,
çdo gjë regjistrohet në kadastër. Mirë, po statusin e mbrojtur nuk ta jep kadastri. Nuk e vendos kadastri a është objekt i mbrojtur. Nuk ta jep. Statusin e jep. Po statusi bëhet i ligjshëm në momentin kur të regjistrohet kadastri. Jo, vetëm. Deri në atë moment. Jo. Edhe pa i regjistruar në kadastër, objekti është i mbrojtur. Po normale, Jena tu fol banka ka bëu marrëveshje me malon mu hipotekë shtëpinë. Apo? Nuk është e lehtëshme. Jo, nuk është e lehtëshme. Nëse është objekti i mbrojtur, ti i aplikosh mbrojtjes në trashëgimi hipoteka jam e lehtëshme deri në momentin kur të regjistrohet kadastri. Deri në momentin kur në kadastër të ka drejtën na rënu po me rëna. Nëse s'është i regjistruar, pa kur farë problemi dhe s'o ne vendos kërkush tjetër në hipotekë. Regjistri objekti i mbrojtur nuk mundesh me intervenu edhe pa qenë kadastri. Fali, nuk është vetëm ndërtesa, se objekt në trashëgimi kulturor është një kategori tjetër. Edhe mu konë të regjistrume në kadastër, nuk është a priori ndalohet komunës projektimi, planifikimi, ndërtimi. Po, tu i pas parasysh rregulla. Absolutisht, po. Ligji për nëse Maljan, nëse Maljan se unë po du me sqaruar. Edhe unë po du me sqaruar. Shqipëqimi ka lyp me fol unë po du me sqaruar. Tu kemi fillu bisedën prej një harte e cila nuk ekziston fare. Mirë dhe ama keni marrë pjesë. Shumë senes janë. Plani zhvillimor se keni të aprovum? Së kolle po vazhdoni? Edhe jemi për me aprovu këtë hartë. Mirë po plot sene i keni të pa aprovume. Edhe zonën mbrojtëse. Po zhëkëna, e kita aprovume? Edhe zonën mbrojtëse. Se kita aprovume edhe pigra punës. Apo? Edhe zonën mbrojtëse. Jemi për me aprovu. Nuk jemi kundër kësaj harte. Sepse kemi kontribu në ndërtimin e kësaj harte, për mes drejtorve që i ka dërgu kryetari Rama në këtë grupin punues që e ka nxerr strategjin. Pro mbrojtjes jemi, pro dizajnimit të qendrës historike dhe përcaktimit edhe të zonës mbrojtëse. Edhe pro zhvillimit të kontrolluar. Askush në këto situata nuk është të e kontestu legitimitetin e bashkëpunimit të ministrisë dhe të komunës po du me dalë të zgjidhje. Por, ne jemi në një situatë ku kanë dalë me inspektor jashtë hapësirave zyrtare, edhe i nalin, pse i nalin, sepse e kanë policin mrapa. A bon tash, ka ardhë vendime. Sepse për penale me nuk atë ndalesën e punimeve, ani pse ata e kanë botë të kundërligjshme. A keni qumë prokurorik që të polici që i kanë i musht? E kemi ataku në gjykatëve që për tëtë nuk i drejtë ti me ataku. Jo, për vepër penale që ju kanë alë. Ti pretendove që kanë bo vepër penale që ju kanë alë. Nuk pretendova dhe unë se nuk bëjmë pretendimet të tila. Me ledzu vendimin e gjykatës që e ka një problem. Vendimi i gjykatës e merë zonën si të mirëqenë, si me qenë registru me kadastër. Zona e cila nuk ekziston. Gjykata po thotë që kjo zonë është në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, është kompetencë e ministrisë. Evidenton zonën e mbrojtjes. Kadastri nuk e kadastri me thonë që është e mbrojtur. Kadastri nuk është. Ministria nuk e ka. Ai ka referu përgjigjes patimi, por nuk është qëndrimi juridik i gjykatës. Vetëm thotë që nuk ka të drejtë. Megjithatë, a bën tash jeta edhe sikur që to objektet ishin të regjistruar në kadastër, janë të regjistruar, ekziston vendimi, krejt aspekti ligjor është okay. Komunat, parimisht, kanë drejt ekskluzive, është kompetencë tyne vetanake, planifikimi, projektimi, ndërtimi. Shteti ka të drejt me legislacionet veçanta interese, përcakton interese shtetërore. Mirë po, a e kanë këtë kompetencë të kufizuar për zonat të mbrojtur? Po, absolutisht. Për zonat të mbrojturve, e kanë të kufizuar? Absolutisht. Në këtë rast, në rastin konkret, ligji për trashëgimi kulturore, neni 3, neni 6, rregulloria e posaçme për këtë rast, neni 10 i kësaj rregullore, nuk ka përcaktu një norm imperative, ku thot ti domosdoshmërisht duhesh mu pajis me pëlqem. Mirë po, çka thot ajo norm? Thot nëse ti projekti jot, ndërtimi jot, veprimet e tua cënojnë trashëgimin, rrezën e objektit mbrojtur, thot ti duhesh mu pajis. Që i bie praktikisht, thjesht me thonë, nëse është një xhami një kish, edhe ti kime rënu murin asaj kishe, duhesh me kërku leje. Nëse ti kime ndërtu diçka, kime bloku pamjen asaj, duhesh me pajis me pëlqem. Por nëse ti nuk kime morë naj veprem, që është i kundërlegjshëm, i përcaktu me legj, nuk është domosdoshme mu pajis. Po atë veprem ta vendos inspektorati. Kjo ta sjell në sipërfaqe blokadën në rrugën Çamil Hoxha. Kanalizim kemi ndreq. Ka dalë tash. Ka ndodhur, ka shumë njerëz që më kanë pyet për Çamil Hoxhën. Jemi tu fol për rrugën Tepish.
fushat apo? Po, rrugët e Kallëzom. fushat. Pse o blloku që aty edhe a keni me vepru në bazë të a ka më zhblloku që o blloku rruga, ja keni blloku qytetarëve hecjen? Ndërhyrje nën toksore, gypat e ujit, gypat e kanalizimit, kabllat elektrike, mu përmirësu, rregullimi i kanalizimit, ju e dini, 20 e sa vjet aty ka qeni kundërmim bashkë të objekti, bashki Se ju ka nalë aty, çka është baza? Sepse prej objektit Ministrisë të Kulturës, kanalizimi është derdh kundërligjshëm në rrjet të ujrave atmosferike. Dhe këtë e kemi identifiku vetëm masi e kemi hap atë pjesë. Kur e kemi hap, e kemi lidhë ashtu siç duhet në rrjet të kanalizimit të ujrave të zeza dhe kanë ardhur dhe kanë dalë punimet. Ka ndërhyrje vetëm sipërfaqësore. Ua kam shpjegu, kam baj takim. Sokola, mund të rikujtuve që në bas shkafit e kanë bua ndaljen. Shka ju jeni duke interpretu? Po hiqet asfalti edhe po vendosën pllaka. Mirë po, që ka thonë inspektorati? Jeni tu? Ka thonë që është afër shtëpisë njëna prej shtëpiave që është në listën e mbrojtjes. Në hapësirën e qendrës historike. Dhe shtëpia monumenti afër në mbrojtje. Se gypat e kanalizimit nuk me hi? Ju thatë, gjdo krijimtari, gjdo ndërhyrje, gjdo lloj ndërhyrje, që bëhet, më falni, unë jam rritë me atë ligjë, gjdo lloj ndërhyrje, që bëhet, apo çfarë do lloj krijimtarie në hapësirë, termi objekt, që po e përmendni, për mu është tepër shqetësues, objekt, kategorie trashëgimisë kulturore o trashëgimia e luajtshme. Jo kjo. Kemi të bëjmë me hapësirë, e cila në mbrojtje dhe ligji e kanalizimi. Gjejlane, jemi ty e po, rrugë është ndërhyrje e pa autorizuar, nuk kanë apliku në institucionin kompetent. Do me thonë, qka do që bëhen qendër? Po normal. Qka do që bëhen qendër? A bën edhe diçka. Çdo krijimtari se definon, dhe jo neni 3, po neni 4.9. I definante, I kemi mbyll disa gropa. Po ashtu. Çdo krijimtari. Pse s'kemi kërku bashkëvetrim? Ka ndodhni, e para nuk kemi kërku çdo krijimtari çka nuk kupton, se me hy me renovu asfaltin, i cili është i njëjti planifikum, me him ndru gypat e kanalizimit. Po ti duhesh me lajmëru. Po duhet me lajmëru, po duhet me lajmëru kur hyun e këshyrin katastër, edhe shoh që ka diçka. Kur hyj edhe këshyrin katastër, për asfaltimin e rrugës Agim Ramadani, kam procedim në gjykat. Do me thonë, është edini, rruga ka qenë dëmtume, edhe e kom përmirësu rrugën. E kom asfaltu, jemi mundu me forcu mirë që mos me... A ke pas shërit, ata ka nalë aty punën, te Agim Ramadani? Kanë dërgu shkres për me nalë punën, veç nuk jo më përgjishme. Me këtë interpretem, na po dojna mi onol komunave dhe mi pastru rrugë të cilat janë mbrojtje të qendrave historike edhe mi ndryshu poqat elektrike. Kjo është e ka gropu, po me arsyt kanalizimit. More unë edhe mrapa fakultetit ekonomik, kom gropu. Edhe ajo është mrena qendrës historike. Edhe fakulteti ekonomik ka kanalizim. Qëto është problemi? Jo, edhe ju kom tregu inspektorit, ju kom thonë, ndëgjam, jam edhe mrapa fakultetit ekonomik, është mrena të njëjti territor, po ashtu të gropu. Jo, kom dasht me hap kanalizim, se është bloku kanalizim edhe ju ka ju kodrum. Jo, sepse atje nuk shihet. Edhe qëllimi, interpretime që po I bëni, se di shumë mirë njerë që punojnë inspektorat dhe si punojnë inspektorat. Nuk janë I veç ju, tjetër është që nuk janë publike. Ke rruga Bajram Kelmeni, po ashtu kom hap kanalizim, kom bo prerjet rrugës, edhe ajo është pjesë e qendrës historike. Në gjithë me gjamine mesme. Edhe aty e ndërprepur? Edhe aty, jo nuk e ndërprepur. Aty ku ka ndalë gjurmë të arkeologjike? Jo, ajo është e kitësit, nuk është e jona, është e operatorve të energjit. Gjamia mesme është mes gjamis qarshis edhe gjamis të madhe. Gjamine mesme. Po, më tha tjetër konta, është për që ata po ta spjegoj se... Gjamia mesme, gjamia e Sharpashës. Po, që ashtu I thojmë gjithë gjamia mesme. Aty ka pas po ashtu një problem e kanalizim. Kemi dalë, nuk kemi lyp leje, e kemi përmirësu kanalizimin. Jo. Se s'ta ka nalë? Se nuk është në pamje, nuk është në pamje. A është I mundës se për që aty kemi konfuzioni. Dhe këtu vjen konfuzioni. Nuk janë paragjykime. Qka ka ma me rëndësi në aspektin e trashëgimisë kulturore se sa 3 gjamit aty afër muzeut? Ka shumë.
krejt hapësira. Shumë duhemi me folë. 500 vjeqare. Në një forum tjetër bisedojmë për stratigrafin dhe karakteristikat e qendrës historike të Prishtinës. Ku është ky inspektoriat me këtë ndërtimet pa leje që janë batu, me këtë terasat që janë bën këtë zonë. Kjo rrugë që po e shohim këtu, i ka 100 terasat restoraneve aty që janë dalë kundërligjshëm, vazhdojnë atë punojnë, si pengojnë këto hiç. Me marrë restoran. Trashëgimisë. Shtru kanalizim objekti i trashëgimisë për cilin ata mund ma kanë dalë punën nuk shihet prej ndërhyrjeve çfarë kërkohet shumë sqarime. Këto janë bo jeta për arsye që tashmë janë të qarta, sepse njeri që i ka bloku këto punime sot është tu e pretendu me qeverisë Prishtinën, sepse i kanal vetëm punimet që kam vizibilitet absolut, një ministër i kulturës nuk ka qasje në inspektorat me urdhnu, ka të drejtë si çdo kush me lajmëru rastin, por jo me urdhnu i ka zgjedhur vetëm projektet që kanë vizibilitet. Kështu është e vërtet, se ju s'keni informacione. Unë falni, por nuk keni informacione. Nuk ju pengon. Veç duheni me kuptu. Përveç inspektoratit të trashëgimisë kulturore, ekziston inspekcioni i ndërtimit të komunës dhe inspekcioni i ndërtimit ministri në nivelin qendror. Në cilin vend tjetër keni nalë, në cilin vend tjetër inspektorati shumë është listë tepër e gjerë. Tepër e gjerë. Pak ma herët bile bisedum. 3 vitet e fundit. 3 vitet bisedum. Që e hapi temen, tha, mërë me mend, ky inspektorat kanë dalë punimet para komunës në Kaçanik, e tha, ty tha ka pas veç do Harasan. Nuk e din çka është Harasana? Po normal që ndërprej punimet, se kanë dalë strukturat arkeologjike, të cilat edhe komuna e ka ndërprej. Po normal, dhe është duke u finalizu, janë ekspertiza që kërkojnë kohë, dhe është duke u finalizu dhe ka me dalë një part arkeologjik. Kaçaniku të dhe këto. Kaçanik ka mbeti arkeologjike që janë gjithë aty, janë gjithë muret, palave. Sipas bisedës, a i tha ato s'kan vlerë. Apo me ditë vetë cila ndërtesë. Kana jo të kanë të pyta, thash se s'marrë vesh. Ka antik, ka mesjet. Thash, a ma i vjetër Rosonja Qerpiqi, që shtu ke pyte? Gjilone, veç pak. Masi je eksperte për mbrojtje edhe për e specializume për konzervim. Në qëtë rrugën Qamil Hoxha, ku janë kafishat udhëheqën për pishës, qka është ndërtesa e mbrojtën? Se nuk e kuptova, e ti e një, po nështë e njef. Cila ndërtesa është e mbrojtën? Restorani Shtëpia e Vjetër. Shtëpia e Vjetër. Shtëpia e Vjetër është renovu. Ajo, po. Edhe ati ju kanë ndërprej punimet ju kanë bloku. Ka dole. Restorani Shtëpia e Vjetër. Qyshe afekton nalu? Qyshe afekton kanalizimin? Kanalizimin fillt rrugës Shtëpinë e Vjetër. Kjo se nuk po kuptohet. Ta që kuptova për herë të parë që është Shtëpia e Vjetër. Kjo nuk po kuptohet. Ndërtesa është shumë vështirë me debatu. Shtëpia në cilën është hapur biznesi me atë emër. Që kërkohet ligjërisht. Una? Një ndërtesë hynë në mbrojtje, merë statusin, klasifikohet në kategori. Monument, është një ndërtesë. Kemi grupë ndërtesa, kemi fushë konservuar. Po, që kanalizimi është largë. Falë. Që shpe afekton? Rruga, për cilën jemi duke folë, është pjesë integrale e asetit të qendrës historike të Prishtinës. I karona inspektor që se rrugën e herë? Kjo është monumenti, e ka hapësirë, argumenti Kreshniku, që i kanë qitë, që e kanë afektu krejt trotuarin, kafiqat, i kanë uzurpu. Mendoni se nuk janë adresu këto probleme? Po, vëlla se ju, mendoni që si janë adresu, që zdo dhe të shani. Ato, inspektorati trashëgimisë kulturore nuk është inspekcioni ndërtimit, nuk është inspekcioni tregtisë, kemi inspekcionet të ndërtimit në nivel të komunës. Po, pëse që ka nëjë lejet drejtorisë për me funksionu inspektorati trashëgimisë kulturore, duhet me punu me prioritete, sepse për krejt Kosovën funksionon vetëm me 2 inspektar. Për krejt Kosovën. Po, veç për Prishtinën, Pianon, mes qytetit. Po ju nuk e deni veprimtarinë e inspektoratit. Mbi 2000 asete trashëgimisë kulturore janë në mbrojtje. Me hapësira shumë të mëdha. Ka inspekcion tregtisë. Ne krejt kemi adresu këto probleme, kemi adresu, të tjertë nuk i kanë kry detyrat e veta. Jo, të kafiqave se ja keni qitë listën e kuqe.
ka ndërtime me leje që janë kundërshtim me ligjin dhe jashtë kompetencave të tyre. Po ndëse bashkë. E pse s'ju ka qitë shkriti atëne e ju ka qitë që saj? Po thotë se s'ju ka qitë, çka? Jo, në çtë rrugë s'ju ka qitë Dhe shkriti? inspektorati funksionon prej viti 2018, unë jam e kyçur prej vitit fundit vitit 2020 deri në një kohë caktume. Kom qenë edhe me detyrë tjetër. A ban me të pyetje, mundet me zhblloku kjo rrugë? A mundet me zhblloku kjo rrugë? Mundet me u zhblloku. Unë e kam pyetje, sepse është ndërhyrje fizike. Fizikisht ka ndërhy, ka ngry dhe është një procedurë definuar në ligj. Qendra rajonale e trashëgimisë kulturore që e ka në mbikëqyrje këtë edhe rajonin e Prishtinës, QRTK-ja, ajo e mbikëqyr dhe ajo raporton apo lajmëron rastin sipas vlerësimit të tyre se është një shkelje e rëndë edhe inspektorati duhet me dalë me krypunën e raportu shkeljen e rëndë, veç kur intervenon komuna e jo ka fiqat. Varet prej informacioneve dhe vlerësimit të institucioneve. Po ndoshta edhe kanë leje, nuk e di, ndoshta edhe kanë leje, ndoshta kanë pëlqime prej institucioneve trashëgimisë kulturore. Mos të paragjykojmë, ndodh se kanë pëlqime. Dhe Jo, që pyetja më shumë e thjeshtë, qysh, para se ti objekti që është i mbrojtur, po i thoj po ka i mbrojtur, po lejohet mu ndërtu, është ndërtesë. Është status tjetër. Po lejohet mu ndërtu terrasat të cilat kanë mbuloja, të cilat po ja mbulojnë pamjen, dhe nuk po lejohet mu ndërtu rruga. Fal kujt po ja mbulon pamjen? Shtëpisë vjetër. Ndërtesës. Ja mbulojnë, po. Rrëthëm i ki restorane tjera që i kanë zirë terrasat jashtë. Nuk është i vetmi organ. Ndodh që shumë vite përpara dikush i kanë shule. A ka shku inspektori me po qëto? Unë juve po ju them. A ka po qëto? Deri në vitin. Pyetja më që i kam shilë fit për ato tjera. Unë juve po ju them. Deri në vitin 2021. Nuk ka funksionu ligji i trashëgimisë kulturore. S'ka funksionu. Me apetite, bojmë na çka dojmë, liçmëria ligji o gabim. A ka hiqa inspektor në qëtë rrugë? Që nuk ka funksionu deri në vitin 2021. Unë i kom edhe si ekspert ekspertiza për këtë Kemi pas situata ku edhe për gjatë ndërtimit të autostradave ka pas gjetje të ndryshme të cilat edhe janë ndryshu në kohën kur ka qenë Kujtim Shala edhe ministër edhe Zavens kryeministër, ku edhe punimet e autostradës janë ndërprej deri sa është bo vlerësimi. Në qëtë rast, që saj rrugë po du me për qëtë rrugë po du me dojtë të i projekte tjera. Në këtë rast, e ke kërkesën e IKMM-s. IKMM-ja ka thonë ta jep lejen me e kryqët projekt që e ka bloku këtë rrugë, nëse ti e qënë kërkesën për intervenim. Pse s'pe qënë, pse s'pe thjesht qënë këtë punë, e s'pe qënë kërkesën për intervenim, edhe aprovohet. Po bre nuk është në i fartelash, edhe për cilë edhe aprovohet edhe kryet, edhe nuk është, po, që për te Gjami Logja, po e kemi që edhe për te Gjergj Bushi, për shesh, që është me... Te Gjergj Bushi, kam shesh në bulevard. Si pas planit zhvillimor komunal, është shesh. Kështu që është dërgu. Edhe është refuzu. Është dërgu, po ashtu edhe për ishullin urban kërkesa. Është dërgu edhe për ishullin urban kërkesa. Edhe është refuzu. Ani pse, komuna, drejtorisë sonë të investimeve kapitale, i ka dhonë leje vetëm deri në 50 metra afër Pallatit të Rinis, me qëllim që kjo punë të diskutohet pastaj me E të ishulli urban jeni refuzu në bazë të fakti që se keni përfshi teatrin, operas e baletit, apo? Po e shohim. Jo, thët qendra historike, po në komunikimet tjera, thët zona mbrojtëse e qendrës historike. Këtu është problemi. Jo, më falni. Jo. Dhe Pallati Rinis. Jo, dhe Pallati Rinis është aseti trashëgimisë kulturore në mbrojtje. Dhe ka implikim që ura e cila vjen zbarkohet direkt në ndërtesën dhe është ndërhyrje direkt dhe monument. Prandaj komuna e ka mbajt distancën prej 50 metrave. Më falni, që kuptoni me distancë 50 metra? Në ndërtimin e urës. Ku është e definu me kjo? Në lejen. A dini që ka 50 metrë shi? Në lejen. Më falni, a dini që ka 50 metrë? Më falni, po ju bëj pyetje, unë këtu si ekspert. E po tash, e më ne spjegoj, me qytetarin jam të bisedu. 50 metra për cilës pik? Prej Pallatit të Rinis, po edhe 60. Pallatit, për cilës pik? Temelit?
lutem. Ancakut, jo, 50 metra prej kufirit të perimetrit, kufirit një, minimumi, është 50 metra. Kufiri një caktohet spari, që quhet perimetri, i hapësirës së monumentit në mbrojtje, dhe pastaj është zona e mbrojtur, që është minimumi 50 metra. Pritash, ta spjegojë në pjesën tam. Pra, lem të spjegoj, me gabime, lem të spjegoj. Ajo mund të jetë dhe për mi, po duhet me i marrë disa kurse, disa kritere dhe me harmonizu zgjidhjet. Komuna i ka dhënë leje vetës që ta mbajë distancën edhe të mos e ndërtoj objektin e fundit atë që lidhet edhe që preket me Pallatin e Rinisë, dhe si alternativ në këtë periudhë janë parapash shkallët edhe liftat që qytetarët e lagjës Arbria të mos hecin mbi hekurudhë të trenit dhe të mos hecin në një rrugë ku shpejtësia është relativisht e madhe dhe po ashtu të realizohet edhe planin, nëse nuk gaboj, i vitit 1974, që ka pas të parapame këtë lidhje të Pallatit të Rinisë me lagjën Arbria. Pra, po flasim... Cilin vetëm falë 1974. Jam 100% falë jemi vitin 2025, ka ndryshu regullat e ndërtimit. Ama të lutem bre, nuk ka bre rëndësime, nuk ka bre rëndësime. Që ka nevoj për një rrugë, me kalu, mbjet, ka nevoj. Ka nevojat që janë shumë të mëdha. Ato nevoja adresohen me kalu me institucione kompetente. Asnjë koordinim. Personalisht kom qenë interesume me ndërmjetësu dhe me koordinu të gjitha këto veprime. Lidhur me ishullin urban. Pikërisht lidhur. E dëshmoj me letra, komandërun e dola në pension dhe nuk di çka ka ndodhur, po si duket, njerëzve nuk po ju konvenon me bisedu për zgjidhje. E humbem debatin, unë erdha këtu për me bisedu për zgjidhje. Nuk erdha me bisedu me paragjykime dhe me akuza. Ka pas humbje jete aty. Ka pas humbje tjetës, ka pas incident. Sigurisht se Ministria e Kulturës po përgjegjëse. Pse s'po adaptoni projektin e qasaj rruge ure bazum në kërkesat e ministrisë? Po do me thonë, kur në komunikime përmendet edhe çështja e teatrit, operës edhe baletit, është pak e vështirë, sepse nuk kanë aplikuar hala për leje për teatrin e operës dhe baletit. Po megjithatë, unë sot si përfaqe të mbrojtur komuna kuptojeni. Në plan zhvillimor komunal. I keni rregulla trashëgimia kulturore. Zona mbrojtëse nuk është ende e aprovuar dhe në bazë të mos ekzistencës së atij dokumenti. Ne kemi bërë planifikimet dhe lejet i kemi marrë duke e respektu edhe distancën me asetin, në këtë rast Pallatin e Rinisë. Distancë duhesh me kuptu prej ka distancën janë dy kufi. Po edhe që s'di me spjegu nuk është problem. E ma përgjigjen si i këmë më thuj t'lutem. Unë s'jam i këmë më falë. Jo, s'po të thëmë ty, institucionit po i referona, sepse s'jem të debatu me ty. 42 vite bagazh, pune, konkrete, dhe jam këtu me ju ndimu gjithë juve. Gjithë juve jam me ju ndimu. Me gjithate. Mision jetësore kombrojtjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë dhe me tej. Është shumë me rëndësi. Krejt botë. Është shumë me rëndësi që kur refuzohet aplikimi të ceket arsyeja. Në një. Për cilën rast je ty folë? Për ishullin urban. Për ishullin urban. Dhe thuhet, zona mbrojtëse, jo elementet e perimetrit. Zona mbrojtëse e cila nuk ekziston. Sepse, po t'ishte çështja e perimetrit, kisha me arte ti me t'lutem, jo, veç pak, lem ta përfundoj. Duna me vizatu, njërë dhe publiku t'i tregoj. Vetëm kisha arte ti kisha lut shumë, ty ndihmona të çështja perimetrit që ta bëjmë amandamentimin e lejes. Po, të bëjmë amandamentimin e lejes dhe të përkuthemi kjo. Por nuk është ajo baza në të cilën është refuzu. Është refuzu, jeni në zonën mbrojtëse, e cila nuk ekziston. Ligjërisht nuk është aprovu. Edhe një gjë, që me datën një korrekt jemi ftu me diskutu draftin final të zonës mbrojtëse. A keni me shku? Po bre, shkojmë. Po bre, po du me thonë, Martën në ora 10. Po du me thonë, po mirë, aty është edhe zona mbrojtëse, edhe qendra historike, edhe gjitha elementet. Pra, zona mbrojtëse është njëra prej temave në atë dokument. Pra, po flasim për draft i cili nuk është i aprovum dhe në bazë të dokumentave të pa aprovume, ndalohen punimet dhe natyrisht ndalohen vetëm në pjesë ku kanë vizibilitet, sikur që është ishulli urban, sheshi Gjergj Bush dhe rruga Qamil Hoxha. Askush nuk shkon me pengu, po supozojmë. Një kanalizim për cilën i këm njoftu.
Ne i mirë kuptojmë, cenime ka dhe të vogla, s'ka cenime, ka shkelje. Faleminderit, më falni, Jo, për publikun du me spjegu E ken 1 minutë? se çka është Hajde, perimetri. monumenti, që kjo është kufiri i parë perimetri, që kjo është monument në mbrojtje me krejt hapësirën për rreth, që e cakton... Qa është ajo, 50 metrë shë, 0 deri në 50, 0 deri në 50. Që kjo perimetr është bërthama e qëti monumenti. Që të në katastër të shohin? Falë. Para se me dalë në katastër, ka shumë dokumente, shumë ekspertiza që duhet më punu. Kjo është perimetri, është kufiri i hapësirës së asetit. Kufiri. Por me qenë dokument legal du të qenë regjistru katastër. Para se unë ju të regova juve që ka pas pengesa, e pengesat duhet mu marë prokuria pëse ka qenë pengesat 20 vjetë për zbatu ligji. Dhe 50 metrë shi është minimumi për një monument, për qëti kufiri të perimetri. Mirë shumë edhe ajo në regull. është minimumi 50, që mund të zgjerohet dhe kushtohet. Këtu kemi regula tjera të mbrojtjes, këtu kemi regula tjera. Te ishulli urban, ka ra ura bike direkt në platon e ndërtesës. Dhe jo që nuk lejohet. Diku këtu është pozicioni parcela ku e kanë da për operën dhe baletin vetë komuna. Dhe kjo kërkon një harmonizim. Kush merret me këtë çështje? Mbrojtjen e monumenteve, për dokumentet cilat kanë mundërtuar karmën, instituti ose trashëgimia kulturore, inspektorët e trashëgimisë kulturore, u marë me objekte që kanë mundërtuar në të ardhmen. Jo objekte tesa, objekte e luajtshme. Kaq kena kohë për sot, po du me ritheksu që në këtë debat e kemi ftu Ministrinë e Kulturës me marrë pjesë edhe Institutin për mbrojtjen e monumenteve, i kemi mënë në MRKS-n, të dyja s'kam pranu me marrë pjesë, po na shpresojmë shumë që ky konflikt i vazhdueshëm në mes këta që po thirrën që e mbrojnë trashëgimin kulturor, IKMM-ja, Ministria e Kulturës si dhe Komuna e Prishtinës kanë me gjetë një pleqnim të këtij konflikti i cili çdo ditë është të shkaktu probleme për qytetarët e Prishtinës. Ndoshta kërkojmë falje për këto qytetarëve tjerë të Kosovës që na shikojnë me obsesionin vetëm Prishtinës, po është bo kogja e padurueshme, e pamenagjueshme edhe problem logjistik me hesnë për Prishtinë për shkak të bllokimit të këtyre projekteve që janë të ndodhur tash, të cilat po shpresojmë që gjatë muajve të verës kur mund të punohen, kanë me zgjedhë një zgjidhje. Ky debat kish për qëllim me i përballë që to dy qasje të ndryshme, sepse deri tash në mediat tona të dy palët, mos të harrojmë, kanë dalë kryesisht veç e veç. Kanë kërku aktivisht me dalë te mediat kur i kemi ftu veç e veç. Nuk kanë pranu ballafaqim. Kjo, faleminderit, Sokol, edhe po e kërkoj te Ministria me pranu ardhjen jo veç, që shka kërku, po me ardh prezent, me qenë edhe me i rreh tema derisa të vim deri te zgjidhja. Te na nuk kanë pranu me ardh të dy palët. Vetëm IKMM-ja ka ardh, jo në pranit komunës, në këtë rast komuna ka pranu me këndo që vjen prej IKMM-s edhe pse e ka hup rastin gjykatë. Prandaj, në ditët në vijim do të vazhdojmë me i ftu të dy palët. Nuk kemi mri me i marë të dy palët, por në këtë rast e kemi marrë një njeri si Gjejlania e cila megjithatë ka punu shumë në këtë fushë edhe ka qenë deri vonë para se me dalë pension shefe inspektoratit. Kështu që faleminderit që pranove me ardhmë me komunë. Edhe Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore. Unë megjithatë e shmoj që të prezencë, edhe po shpresoj që kjo mas shumë debateve do të vitej te zgjidhja. Faleminderit e panelistëve tjerë që morët pjesë. Prej nesh natën e mirë.